kënaqësi speciale që në mesin e profesorit të nderuar Nevzat Beta dhe doktorit Valbon Limani, për zemërsisht i përshëndes dhe u dëshiroj pikës pari shëndet, ju uroj sukses të di kandidatëve dhe shpresoj se kjo garë të zhvillohet me respekt, ndershmëri dhe frym demokratike. Kodi për zgjedhje korekte dhe demokratike është një dokument formal, të cilën e nënshkruajmë para zgjedhjeve, por mbi gjitha unë mendoj që për zgjedhje korekte dhe demokratike para ardhës apo para asaj flet shumë mënyra e veprimit ton gjatë tërë jetës dhe gjatë tërë veprimit në përditshmërinë tonë. Dhe besoj që ne jetojmë në një qytet të vogël dhe njihemi aq mirë sa që e dim se kush si vepron gjatë jetës dhe gjatë përditshmërisë, dhe si rezultat i kësaj besoj se në të njëjtën frym do të sillemi edhe gjatë kësaj periudhe parazgjedhore dhe jo ndryshe. Uroj që ky kod për zgjedhje korekte dhe demokratike të respektohet ashtu siç është shkruar, sepse e dim se praktikisht e ne shumë gjëra të shkruan dhe të mbesin vetëm në letër, ndërsa veprimet të jenë shumë më ndryshe. Uroj të kemi mbi të gjitha zgjedhje të qeta, zgjedhje korekte dhe demokratike, dhe padyshim fjalën e fundit do ta kenë qytetarët e Gostivarit më 11 janar të vitit 2026. Sot na bashkë me kundër kandidatin në shkrujtëm kodin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Në demokraci nuk humbën askush, nuk ka humbës, por ka vetëm fitues, a fitues do t'jenë qytetarët. Qytetarët do të vendosin se kush duhet ta udhëheqë komunën e Gostivarit në 4 vitet e ardhshme. Edhe unë i ftoj gjithë qytetarët që ta respektojnë njerëzinë dhe demokracinë, sa ajo shkon në dobi të të gjithëve qytetarëve të Gostivarit. Prandaj mendoj se qëllimin e kemi të dy kandidatët të mirë, ta mbrojmë, ta rregullojmë dhe ta zhvillojmë qytetin tonë të Gostivarit. Faleminderit për prezencën, edhe besoj se më 11 janar zgjedhjet do jenë të lira dhe demokratike, do fitone ai për të cilën do të votojnë shumica e qytetarëve. Kandidatët në përshëndetje. Kandidatët